Mos e bosh shprehimi thonë fëmijës tënd non stop, unë të kum bo, unë të kum rrit, unë t'i kum ndru pampersa, ti mos fol se s'din kur gjë. Ka dal ngoçat fëmijë njerë qa po fol, respektoja menimin, se nashta edhe tash I ka bo do vjet, edhe menon, edhe pse menon nashta ndryshe se ti nuk është kur gjë. E se edhe ti ke fundit që e ke bo qatë fëmijë, ti e ke pas obligim bre me majt. O vëlla, kur s'vjen fëmijën tënd që e ke bo me vetë dëshirë, me armë të arrit dikush tjetër. Derisa ti bon 18 vjet është obligimi jot edhe ligjor bile. Kështu që faleminderit ti si prind, ke në rregull, ke sakrifikuar, do të më të respektuar sene, ama nuk jeti gjithmonë vula e fundit që ati fëmijë me vendos për jetën e tina çdo sen. Ka shembull fëmijë prind që ja u kanë shtit fëmijëve në kry sa që ata edhe me dash dikën më martu me dikën që e dojnë shumë, nëse se pëlqejnë prind e tina ose sajna nuk martohen. Ka ndodhur shembull rast konkret që një njeri që shtot e ka dash një qik shumë, edhe prind e vet kanë thënë jo valla neve s'po na pëlqen, edhe u duk mu do pisojna, e ka marrë dikën që ky s'ja ka dash për zemra. U martu me të, ama ai hala vun për çat person shembull, edhe hala gjithë I lën fajtur prind e vet atë këta ra mu ma prishin lumturinë e jetës tëm. Kështu që mos nuk bën gjithçdo sen më u përzi fëmijës.